Po si praktikisht? Mund të marrim një enë me ujë, në gjysmë litër ujë, të shtojmë çaj sinoziti, afërsisht 2 deri në 3 lugë gjelle, të zihej mirë dhe të qëndrojmë mbi këtë avullin me ujë. Në mungesë të kësaj, të marrim pak vaj eukalipsi, 2-3 pika, 2-3 pika mund të hedhim vaj dafine dhe ndoshta edhe pak vaj borziloku ose rigoni. Duke qëndruar mbi këtë avullin, duke mbajtur dhe një peshqir, do të vëmë re që avulli që do të vënë ujë pasurohen me këto përbërësit fitokimik dhe ndihmojnë në lehtësimin e nxjerrjes së sekrecioneve. Ky trajtim që mund të bëhet në darkë mund të zgjasë 10 deri në 12 minuta dhe si kohë zgjatje mund të jenë 7 deri në 10 net. Pa diskutim që do të fillojmë të nxjerrim sekrecione dhe do ta ndiejmë kraharorin shumë herë më të lehtësuar.